Po dhe kulturore. Ndërkohë regjia më mëso pak protestën që ka bërë Lëvizja Bashkë, dje më duket, apo partije bët, protestën para pallet kongreseve, dje kemi ca pamje mbulim, pse protestuat, nuk ju pëlqeu samiti, apo nuk donit që këtë flamur ta marrë Edi Rama? Jo, nuk ka të bëj fare me... Ja ku janë pamjet dhe në fakt është gjë e mirë që protestohet, se janë pakta protesta që bëhen në Shqipëri. Unë do isha kurioz edhe kur të mblidhet ndonjëherë samiti BE-s apo edhe i NATO-s, po erdhi vitin tjetër, kemi ndonjë protestë, sepse tregon që ka shumë ngjyra në Shqipëri. Po nuk e di, e keni bërë për të protestës apo ka? Pa kontent. Jo ka qenë pa kontent. Pa kontent, thot protesta juaj. Po mirë. Atëre, kontenti ishte ky, që përderisa kryefjala e vetë samitit, të paktën nga pala shqiptare, edhe pse aty pati plot kritika nga vetë antarët e diasporës, po nga pala shqiptare, do me thënja, ose arsyeja kryesore e organizimit ishte ndihma që do japi diaspora në integrimin e Shqipërisë në BE. Dhe siç e thash, ka një ironi të madhe këtu me faktin që vetë rruga e ndjekur nga qeveria e Edi Ramës është në përplasje me atë çka përfaqëson integrimin në BE, jo vetëm sa i përket rastit Balluku që ne e cilësuam, si thua, dhe për cilin ka mbajtur qendrim ambasada gjermane, holandeze me radhë, por edhe për shembull siç ishte ligji i fundit që kaloi në kuvent për çështjen e porteve, pra që edhe në televizionin tuaj... Po, ka një reagim, e shohim më pas. E shohim më pas. Po ta kam fjalën që një sër politika është ndjekur në Shqipëria bien ndesh me integrimin e Shqipërisë në BE, dhe ndërkohë i kërkohet diasporës që t'jap kontribut. Këtu ka një, si thua, një hipokrizi të madhe. Po pastaj, nëse shkojmë të analizojmë këtë që u diskutua edhe në studio sa i përket rolit dhe peshës së diasporës jashtë, se zoti Spahiu tha nuk kemi përfaqësues tyre të zgjedhur. Diaspora shqiptare në mbar vendet e botës ka probleme shumë më bazike se sa këtë pyeta, pra çfarë lloj diaspore kemi ne? Kemi një diasporë të varfër apo kemi një diasporë të pasur e pa interesuar për Shqipërinë? Kemi diasporë të cilës në këndvështrimin e partisë suaj mohohen disa të drejtat, siç thash, bazike. Edhe mund t'ju jap shembull. Për shkak të mungesës së rolit të institucioneve shqiptare në vendet përkatëse. Për shembull, në Francë, që prej vitit 2019, nuk njihen më patentat shqiptare. Pra deri në 2019 njihen patentat që merren në Shqipëri dhe mund të përdoren edhe në Francë për shkak të parregullsive me dhënien e patentave në Shqipëri. Pra dhe për këtë po organizohet diaspora e Francës për të mbledhur peticione që të vëjnë në lëvizje institucione shqiptare që të ndërmjetësojnë. Për shembull, me çështjen e pensioneve, për shembull, pensionet nuk njihen në Greqi. Është bërë një marrëveshje shumë e rëndësishme me Italinë për njohjen e pensioneve shqiptare në Itali. Megjithatë, nga qytetarë të ndryshëm pensionistë pra që jetojnë në Itali, na vijnë mesazhe që thonë që edhe pse kemi bërë kërkesën në institucionet italiane dhe shqiptare, pala italiane thotë që nga institucionet shqiptare nuk na vijnë konfirmimi i viteve të punës që keni në Shqipëri. Pra që është një problematikë që e kanë pensionistët shqiptarë dhe sigurisht që e kanë edhe pensionistët shqiptarë që jetojnë në diasporë, si temun. Tjetër, çështja e shkollave, pra është një luftë e madhe që ka bërë sidomos diaspora e Greqisë për të drejtën e teksteve shkollore dhe të arsimimit në gjuhën shqipe në Shqipëri. Pra kanë fjalën që këtu bëhet fjalë për kërkesa bazike, fare tejet bazike, siç që do të thotë vitet e punës. Nuk duhet pretendojmë të kemi një diasporë që të na ndihmojë. Po për aq kohë sa roli i shtetit shqiptar është zero në çdo vend të Evropës për të mbrojtur të drejtat e komuniteteve shqiptare në ato vende, atëherë sigurisht që ndikimi i tyre në shoqëri është minimal. Po përtej kësaj, sa i përket faktit që pjesë e diskutimeve të samitit ishte aftësia, le të themi, ose thirrja që i bënte qeverisë shqiptare trurit shqiptar që ka shkuar jashtë për të rikthyer në Shqipëri. Ne përballemi me realitetin ton ku pjesa më e madhe e të rinjve në Shqipëri ka boshatisur sallët e universiteteve dhe ka zgjedhur të shkojë jashtë shtetit. Pse? Pikërisht sepse e ka të pamundur që të jap kontributin e vet në vendin e vet. Lepën të pastaj, pra mënyra nepotike, sipas partisë në pushtet, gjitha këto gjëra bëjnë që jo vetëm të mos mund të japin kontributin e tyre njerëz të shkolluar jashtë që kanë ikur dhe mund të rikthehen në Shqipëri, po dhe këta që janë këtu zgjedhin të largohen. E fundit i dua të them, dhe meqense the që do ta bësh emisionin cinik, të them një fakt cinik. Kontributin kryesor ekonomik nga diaspora në Shqipëri, di se kush e kanë dhënë? Nuk e kanë dhënë ekspert, nuk e kanë dhënë të shkolluarit jashtë, nuk e kanë dhënë profesionistë dhe fushave të ndryshme. E ka dhënë krimi organizuar, e ka dhënë ata që merren me trafikun e drogës dhe që kanë investuar në Shqipëri, në pulla, në rezorte dhe në pastrimin e parave. Kjo ishte politike, besoj. Jo, kjo është cinike, po është e vërtet. Megjithatë, Arjan, unë dua